Përgjimi të publikuar nga ish kryeministri Sali Berisha. Kreu i qeverisë Edi Rama i është përgjigjur nga salla e Kuvendit duke mohuar që ka urdhëruar drejtorët e administratës shtetërore të përfshihen në fushat. Sipas Ramës, ka marrë fund koha e vjedhjes së votave, por dhe e shtetit në funksion të partisë. Çfarëdo rasti, të çfarëdo natyre tjetër që lidh administratën publike të shtetit shqiptar me interesat e fushatës së Partisë Socialiste, të Lëvizjes Socialiste për Integrim, apo të gjithë partive të koalicionit tonë që kanë lidhje me, dhe në fakt është vetëm PVD-1 në këtë rast, që kanë lidhje me qeverisjen, të jeni të sigurt që përgjigjja do të jetë e menjëhershme dhe do të jetë krejt e kundërt nga përgjigjet që jepni ju. Në reagimin e tij, kryeministri Berisha tha se zgjedhjet janë në rrezik, pasi mazhoranca po përdor çdo skenar për t'i manipuluar. Sipas tij, video e publikuar dëshmon qartë këtë, ndaj ai tha se do ta vërë në dispozicion të gjithë ndërkombëtarëve. Mos keni merak. Ju i dënoni zgjedhjen dhe mendoni se me fjalët e tij do i lani. Jo, nuk i lani. Ky regjistrim do shkojë në çdo sy të Europës dhe të botës në mënyrë absolute qynesër. Berisha tha se nuk e ka në natyrë të publikojë video dhe materiale personale, por sipas tij vjedhja e votave është një problem madhor për vendin. Zotëria e din se s'kam përdor kur asgjë private të asnjëriu. Regjistrim, foto dhe çfarë do që të qenë tjetër. E di mirë shumë se cilat kanë qenë regjistrimet që mund të përdorish në IT. Po as janë përdor, as do përdoren, as mund përdoren nga unë në jetën time. Por në debatin për vjedhjen dhe manipulimin e votave, kryeministri Edi Rama kishte një përgjigje dhe për akuzat e ngritura ndaj kandidatit të Durrësit Vangjush Dako. Në qoftë se ju në 2011 ngritët një industri tërë dhe sollët nga Durrësi mira njerëz dhe regjistruat këtu në Tiranë, sigurisht që ka dhe njerëz që mund të kthehen. Do të shikoni mirë që në ato lëvizje është krejt tjetër historia. Është krejt tjetër. Historia që mbaron me regjistrimin e kandidatës tuaj me kontratë qiraje ke shtëpia Dajës që ka 4 fëmijë.